Që mundesh mi thënë Allahut para kur? Para save ka ekzistu? S'ka para Allahun xhelalu ala. S'ka para save. Pse? Sepse ka ekzistu pa zaman. A mund të vëno? Dhe nëse thu deri kur, për shembull, andaj edhe Allahu xhelalu kur ka përmend kiametin çka ka thënë? Thaqulat fis samawat. Oranun qiell. Pse kur kush e di? Pse ai punon pa zaman. Për shembull, na punojna me zaman. A thu dhe sa? Ai ka pa zaman. Andaj Allahu xhelalu ala kiametin dhe kur e bën Kur'an e bën gjë të kryer. Këto në xhennet, këto në xhenem, kjo ka menduar çështë pse? Sepse e ka kryer. Ata amrullah fala tasta'jilu. Thot Allahu xhelalu ala në Kur'an. Puna e Zotit do kry. Ka ardhur kiameti. Mos e lipni mungut. Ka thënë dietar, si ka mundsi? Ka ardhur, mos e lip mungut. Ka thënë se ka ardhur ilmi i Zotit, ai e di çka ka menduar. Ndërsa realizimi i kësaj na por ju va zaman. Ta ajo është vendim. E ka kryer te bareke ve teala. Andaj për shembull dietar kanë thënë në atë që e kam përmend, për shembull kur diskutojnë këtë universi, pisa ka filluar. Sa ditë ka mujt mi pas te Allahu xhelalu ala? Ka mujt më kon këtë një ditë. Këtë 10 ditë. Dunjaja historike shkruajt, për shembull ka libër që e ka shkruajt veç Imam Dhahabiu, 54 vëllime, historia islame. Hini dol ki perandore ky e alimi ky. Ti thu, tu kjo s'pas ka fund. Kur ta mirësh këtë universin, pita dhe me sa, para gjin, e me laqet, deri në kiamet, kanë thënë dietar ka mundësi për Zotin xhelalu kanë 7 ditë, 10 ditë, a nuk e dinë. Andaj kur dalin në ahiret robrit vëllezër, Allahu xhelalu i pyet, kem labithtum fil ardi adad sinin. Sa keni në tokë? Kanë më nisë me thonë, do kanë me thonë, m'duket kena ne 10 ditë. Do kanë me thonë, m'duket një ditë. Do kanë me thonë gjysdite. Do kanë me thonë një sabah. Ai sa çosh sabah derisa të lindë dielli. Pse vëllezër? Sepse në ahiret kur bëhet hesab dunjaja, s'bëhet kur gjë. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, mirë për atë rob i cili për një sahat e ka hub xhenetin Allahu xhallahu ala.